Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi se pensionistët do të jenë të parët që do të përfitojnë mbështetje financiare nëse rritja e çmimeve të ushqimeve prek tregun vendas. Në një takim me pensionistët në Tirana, ai paralajmëroi edhe një skem të re me karta për familjarët në nevojë për blerjen e produkteve të shportës. Rama njoftoi gjithashtu se qeveria po shqyrton reforma të tjera për pensionet dhe mbështetjen sociale. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregjet ndërkombëtare dhe pasigurit që vijnë nga tensionet gjeopolitike po shtojnë shqetësimin dhe ndikimin e tyre tek shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, veçanërisht pensionistët. Në një takim me pensionistët të njësisë numër 2 në Tiranë, kryeministri Edi Rama pranoi se pensionet aktuale, edhe pas rritjes dhe indeksimeve të fundit, mbeten të pamjaftueshme për të përballuar plotësisht koston në rritjen e jetesës. Dhe nëse do shfaqet çmimet e ushqimeve dhe do të jetë diçka me cilën ne duhet përballemi, sigurisht që ne gjëja e parë që do mendojmë jeni ju, pensionistët, patjetër. Të tjerët vinë mbrapa. Ju jeni të parët dhe bashkë me ju edhe familjet sigurisht në nevojë që janë në mbështetjen në mbrojtjen ekonomike të qeverisë, për të cilat jemi duke përgatitur dhe një skem të re të bazuar tek një kartë e shpenzimeve të familjare në bazë të shportës, në mënyrë që ato lek që ata marrin nga taksat e shqiptarëve të shkojnë për familjen, për fëmijët e tyre dhe asnjë lek të mos përfundojë në pijetore apo të mos shkojnë në bixhos. Një tjetër element i rëndësishëm i diskutimit ishte dhe reforma me skemën e pensioneve. Kryeministri bëri të ditur se po shqyrtohet krijimi një hapësire të re për kursime suplementare pensioni, ku qytetarët që dëshirojnë të kontribojnë më shumë për pensionin e tyre të ardhshëm do të mbështeten edhe nga shteti me kontribute shtesë. Ne ndërkohë kemi diskutuar edhe për të tjera ndryshime që do të bëjmë në skemën e pensioneve për të thelluar reformën e pensioneve, duke filluar të krijojmë edhe një hapësirë tjetër për të gjithë ata që do duan të kursejnë më shumë për të pasur një pension më të lartë në të ardhmen, ku shteti do të fusi kontributin e vet. Po ashtu do të rishikojmë edhe skemën aktuale për pensionistët e vetpunësuar dhe për ata që vazhdojnë të punojnë, pasi ka dhe aty hapësirë për të bërë disa ajustime, të cilat përsëri shkojnë në favor të pensionistëve. Gjatë takimit, Rama preku dhe zhvillimet ekonomike të vendit dhe procesin e integrimit evropian, duke ritheksuar se Shqipëria nuk ka asnjë pengesë apo vonesë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Negociatat vazhdojnë sipas planit dhe në këtë fazë jemi në kushtet kur kemi hapur gjithë kapitujt e negociatave dhe tani jemi duke diskutuar me Komisionin Evropian, duke negociuar ato që quhen piketat e ndërmjetme, janë një sër piketash të ndërmjetme me të cilat bëhet dakord. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar projektin për ndërtimin e portit të Durrësit si aferën më të madhe korruptive në Europë. Gjatë një takimi me ekspertët dhe përfaqësues e Partisë Demokratike në Durrës, ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për një akt antikombëtar ndaj interesave strategjik të vendit. Berisha ngriti shqetësime edhe për portin e peshkimit dhe projektin e Porto Romanos, që sipas tij mbajtin shkelje të rënda me tendera korruptiv. Në një takim të zhvilluar në qytetin e Durrësit me ekspert dhe përfaqësues të departamenteve të Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë lidhur me projektin për transformimin e portit të Durrësit, duke e cilësuar atë si aferën më të madhe në Europë. Çështja që ne shtrojmë sot është për momentin afera më e madhe korruptive që Europa ka në tryezë, ka në tavolinë. Dhe këti i vuri syrin e ciklopit Edi Rama dhe do të bëhet multimiliardier jashtë çdo lloj imagjinate. Por zëvendësimi nga qeveria të portit të Durrësit me një port 4 herë më të vogël e cilësoi akt antikombëtar, ndërsa akuzoi kryeministrin Rama se qëndron së bashku me grupet kriminale pas investimeve për ndërtimin e marinës. Por zëvendësimi i portit Durrësit me një port në Porto Romano 4 herë më të vogël në sipërfaqe dhe kapacitete sa porti i Durrësit,
8 herë më të vogël se Selaniku, 44 herë më të vogël se Pireu. Ky është një akt absolutisht fundë krye, antikombëtar. Berisha kritikoi ashpër edhe mënyrën se si është trajtuar porti i peshkimit, duke pretenduar se ndërhyrjet e qeverisë kanë dëmtuar funksionin ekonomik të tij dhe interesat e komunitetit lokal që mbështeten tek ky sektor. Porti i peshkimit u ndërtua me paratë e bankës botërore, por pavarësisht se u ndërtua, atë e morën 2 trafikantë të damkosur ndërkombëtar, një Naim Bey mos gabohem dhe ky Luca, Gjergji Luca. Lideri demokrat e lidhi këtë çështje edhe me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, duke deklaruar se korrupsioni dhe keq menaxhimi i projektit strategjik janë ndër 2 arsyet kryesore pse vendi sipas tij ka humbur ritmin drejt bashkimit evropian. U desh një ndërhyrje energjike e partnerëve tanë që ky tender mega korruptiv ta anullohej një ditë para se shpallej fituesi. E tëra kjo vepër e Lubi Ballu Edi Rams, se sigurisht jo, ajo çdo gjë ka bërë në ujdi të plot ose me porosi të plot të Edi Rams. Përfaqësuesit e gjitha vendeve anëtare kanë bërë gjerdje 5 takime dhe prap Shqipëria mbetet në klas për shkak të vjedhjeve të Edi Rams me Lubi Ballukun dhe akshin e lindave. Dhe janë bërë një grup i madh vendesh, të cilët kanë sjell dje një breshri të re kushtesh dhe kërkesash që do i vendosen Shqipërisë në rrugën e integrimit. Të gjitha këto. Në përfundim të takimit, Berisha përsëriti qëndrimin e opozitës se porti i Durrësit është një pasuri kombëtare që nuk duhet të nënshtrohet sipas të interesave klienteliste dhe projekteve që dëmtojnë ekonominë dhe sigurinë strategjike të vendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për ndryshimet në rregulloren e kuvendit ka hapur një tjetër përplasje mes mazhorancës dhe opozitës. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Rregullores, ndërsa Partia Demokratike akuzon për standard të dyfish në zbatimin e vendimeve të kushtetueses. Demokratët thonë se mazhoranca po vepron në kundërshtim me kushtetutën. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka thirrur mbledhjen e Këshillit të Rregullores pas vendimit të pazbardhur ende të gjykatës kushtetuese, e cila rrëzoi ndryshimet e miratuara nga shumica socialiste në rregulloren e kuvendit. Në këtë vendim kushtetuesi është bërë ndërhyrjet që parashikojnë shtimin e komisioneve parlamentare nga 8 në 11. Gjykata kishte refuzuar shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të kësaj çështje, ndërsa pas këtij zhvillimi në kuvend janë depozituar vetëm propozime të reja nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka reaguar ashpër, duke cilësuar këtë veprim të Peleshit si një shembull të qartë të standardit të dyfisht. Sipas demokratëve, kryeparlamentari po mbajnë qëndrime të ndryshme për çështje të ngjashme në varësi të interesit politik të mazhorancës. Në deklaratën e saj, Partia Demokratike sjell në vëmendje precedentët e mëparshëm, duke kujtuar se për 3 muaj me radhë Peleshi refuzoi të mbyllte Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetit për kërkesën e SPAK-ut ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku me arsyetimin se priste zbardhjen e një vendimi të gjykatës kushtetuese. Demokratët theksojnë se në rastin aktual, ndonse vendimi i kushtetueses ende nuk është zbardhur, Peleshi ka vendosur të therrasë menjëherë mbledhjen, çka sipas tyre bie ndesh me nenen 132 të kushtetutës dhe dëshmon vullnetin e mazhorancës për të interpretuar në mënyrë selektive vendimet e gjykatës kushtetuese. Por opozitën kjo sjellje përforcon dyshimet se mazhoranca synon të kontrollojë procedurat parlamentare sipas interesit të saj politik, duke cënuar balancën institucionale dhe funksionimin normal të kuvendit. Qeveria ka vendosur të kompensojë pensionistët dhe shtresat në nevojë për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore si pasojë e tensioneve në lindjen e mesme. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj tha se subvencionet do të synojnë kategoritë me të ardhura më të ulta që preken më shumë nga kriza. Paralelisht, qeveria po monitoron çdo ditë çmimet e 80 produkteve ushqimore dhe ka miratuar edhe një projekt ligj të ri fiskal për të ardhurat jashtë vendit. Pensionistët dhe familjet në nevojë janë përfituesit e parë të paketës së re mbështetëse që qeveria po përgatit për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve të ushqimeve bazë të ndikuara nga tensionet e fundit në lindjen e mesme. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj njoftoi se ekzekutivi ka vendosur të ndërhyjë me masa kompensuese për kategoritë më të prekura ekonomikisht. Sipas saj, rritja e çmimeve të tregjet ndërkombëtare po reflektohet gradualisht edhe në tregun vendas, duke rënduar veçanërisht mbi qytetarët me të ardhurat të kufizuara.
Do të kujdesemi që vencionojmë të gjitha ato shtresa në nevojë, pensionistët apo shtresat në nevojë të cilët janë me të ardhurat të ulta dhe nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve, njësoj siç kemi bërë dhe në të kaluarën. Lufta sigurisht është një luftë e cila nuk është në dorën e Shqipërisë për ta frenuar apo jo. Çmimet janë rritur si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Megjithatë, ne jemi këtu për të garantuar që pasojat e luftës do të kenë ndikim minimal në ekonominë shqiptare dhe më konkretisht në shtresat të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve. Ministria bëri të ditur se përveç bordit të transparencës që monitoron dhe kontrollon çmimet e karburanteve, qeveria ka zgjeruar mbikëqyrjen edhe mbi tregun ushqimor. Që prej fillimit të krizës kemi monitoruar me bazë ditore çmimet në njësi tregtare, qoftë të frutaperimeve, të cilët kanë reflektuar rritje, por edhe të gjithë produkteve të shportës. Janë 80 produkte të shportës të cilët monitorohen me bazë ditore në pika shitje në Tiranë, po edhe në qarqe të tjera dhe në fakt reflektimi rritja ka ndodhur vetëm në këtë kategorinë e perimeve, ndërsa të gjithë kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë pasur një rritje gjatë kësaj periudhe si reflektimi të çmimeve. Në të njëjtën dalje publike, Ibrahimaj prezantoi edhe një tjetër vendim të rëndësishëm të qeverisë, miratimin e projekt ligjit që përjashton ngatatimet të ardhurat e gjeneruara jashtë territorit të Shqipërisë nga rezidentët shqiptar. Kjo nisëm dhe ky ndryshim ligjor është një ndryshim i cili shkon në linjë me tërheqjen e atyre pensionistëve të cilët tashmë kanë dalë në pension nëpër vende të tjera të botës dhe vinë dhe vendosen të jetojnë në Shqipëri, duke krijuar atë që quhet ekonomi e argjend. Ky ndryshim ligjor synon të krijojë lehtësi fiskale për qytetarët shqiptar që kanë burime të ardhurash jashtë vendit, veçanërisht për pensionistët, emigrantët ose ata që duan të rikthehen dhe të jetojnë në Shqipëri pa barështesë tatimore. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se Shqipëria nuk e përjashton mundësinë që baza ajrore e NATO-s në Kuçov të përdoret nga Shtetet e Bashkuara në rast të operacioneve në lindjen e mesme. Pas mbledhjes së qeverisë, ai bëri të ditur gjithashtu se kompania Kajo është autorizuar të negociojë për prodhimin e mjeteve lundruese dhe dronëve ushtarak me Made in Albania. Nufi paralajmëroi edhe njoftime të afërta për statusin zyrtar të ushtarakëve shqiptar. Shqipëria mund të përfshihet në mënyrë indirekte në mbështetje logjistike të operacioneve amerikane në lindjen e mesme përmes përdorimit të infrastrukturës së saj ushtarake. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se përdorimi i bazës ajrore të NATO-s në Kuçov nga Shtetet e Bashkuara mbetet një mundësi e hapur në varësi të zhvillimeve dhe kërkesave që mund të lindin në kuadër të aleancës. Republika e Shqipërisë ka marrëdhënie strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi që në vitin 2015 një marrëdhënie strategjike me ta që është përtej edhe angazhimit tonë. Mbetet për të vlerësuar dhe për të parë momentin që një kërkesë e tillë do vi zyrtarisht nga pala amerikane. Baza e Kuçovës është baza e NATO-s edhe besoj që gjithë vendimarrja që lidhet me këtë pyetje që ju bët, lidhet edhe me angazhimin e Shqipërisë në aleancë, mbetet për të vlerësuar. Në të njëjtën dalje publike, ministri Nufi njoftoi një zhvillim të rëndësishëm edhe në industrinë ushtarake shqiptare. Sipas tij, kompania shtetërore e prodhimit të armëve Kajo është autorizuar të hyjë në negociata me 2 kompani për prodhimin e mjeteve lundruese dhe dronëve ushtarak që do të mbajnë markën Made in Albania. E para dhe dyta lidhen janë 2 VKM që janë miratuar për autorizimin e shoqërisë Kajo për të negociuar, për të lidhur marrëveshje me 2 kompani për së pari për krijimin e mjeteve lundruese në Republikën e Shqipërisë dhe e dyta për mjeteve pa dron, mjeteve fluturuese pa pilot, pra dronët luftarak. Është për të veçuar fakti që këto 2 vendime të Këshillit të Ministrave janë domethënëse, është hera parë pas kaq kohë që në Republikën e Shqipërisë po krijohet substrati për prodhimin e mjeteve lundruese në Republikë dhe kjo është diçka që me vërtet na bën ndjehemi krenar dhe Gjithashtu, Nufi bëri të ditur se shumë shpejt Ministria e Mbrojtjes do të komunikojë edhe statusin zyrtar të ushtarakëve shqiptar, një çështje që pritet të prek drejt për drejt kushtet e shërbimit, trajtimin financiar dhe përfitimet e personelit të forcave të armatosura. Qeveria ka miratuar projektin Porta e Alpeve, një program investimesh për 100 milion eurosh për zhvillimin e infrastrukturës dhe turizmit në qarkun e Shkodrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi tha se synimi është krijimi një korridori të integruar që lidh Alpet me Adriatikun. Një nga projektet më të mëdha infrastrukturore për veriun e vendit, Porta e Alpeve, është miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave duke hapur rrugën për një paketë investimesh prej 100 milion eurosh në qarkun e Shkodrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur se programi synon transformimin e zonës në një nyje të rëndësishme lidhëse midis Alpeve shqiptare dhe Bregdetit Adriatik, me fokus zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në përmirësimin e infrastrukturës publike. Kemi një vlerë 100 milion euro që shkon
funksion për atë që quhet Porta e Alpeve, qarkun e Shkodrës, në lidhje me projekte infrastrukturore të natyrave të veçanta. Çfarë konsiston? Programi dhe marrëveshja ka disa komponent, ku komponenti i parë ka të bëjë me rehabilitimin e shesheve urbane, rikonstruksionin e bulevardeve dhe qendrave multifunksionale, duke i dhënë hapësira më të mira qytetarëve të gjithë qarkut. Komponenti tjetër ka të bëjë me investime infrastrukturore në akset që lidhen Bregdetin e Velipojës, liçenin e Shkodrës, lumin e Bunës dhe pjesën e Malësisë së Madhe dhe pjesën e Alpeve. Komponenti tjetër shumë i rëndësishëm ka të bëjë me investime në rrjet kanalizimesh dhe ujësjellsi, si dhe pjesët që lidhen me transportin urban, por edhe gjitha ato elementet turistike për menaxhimin e ndotjes urbane. Financimi i projektit do të realizohet përmes një marrëveshje të përbashkët. 50 milion euro do të mbulohen nga Banka Europiane, ndërsa 50 milion euro do të sigurohen nga buxheti i shtetit. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e GKK-os që kaloi për gjykim dosjen penale ndaj tij. Përmes mbrojtjes ligjore, ai pretendon se procesi është zhvilluar në shkelje të drejtave themelore dhe pa garantuar një mbrojtje efektive. Sipas avokatëve, vendimi është marrë me një procedurë antikushtetuese dhe duhet shpallur i pavlefshëm. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka depozituar në gjykatën kushtetuese një kërkesë për shfuqizimin e vendimit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila në seancën paraprake vendosi kalimin për gjykim të dosjes penale në ngarkim të tij. Në kërkesën e paraqitur nga avokati i mbrojtjes, argumentohet se procesi gjyqësor zhvilluar me kundërshtim me standardet kushtetuese dhe në shkelje të rëndë të drejtave procedurale të Veliajt. Sipas mbrojtjes, atij dhe ekipit ligjor nuk i është vënë në dispozicion koha e nevojshme për të shqyrtuar një dosje voluminoze me 10 mijëra faqe, duke bërë pamundur përgatitjen e një mbrojtjeje reale dhe efektive. Avokatët pretenduan se kufizimi i aksesit në materiale hetimore ka reduktuar të drejtën e mbrojtjes në një formalitet procedurial, duke cënuar parimin e procesit të rregullt ligjor. Në argumentet e dorëzuara në kushtetuese, theksohet se Veliaj është trajtuar në mënyrë që sipas tyre cënon prezumimin e pafajësisë dhe dinjitetin njerëzor. Një tjetër pikë ngritur nga pala mbrojtëse lidhet me kushtet në të cilat Veliaj është mbajtur gjatë zhvillimit të seancave, duke pretenduar se izolimi i tij gjatë proceseve gjyqësore ka ndikuar negativisht në ushtrimin e të drejtës për mbrojtje. Sipas tyre, një person që përballet me drejtsinë duhet të ketë mundësi të mbrohet në kushte të barabarta dhe pa kufizime të panevojshme. Në thelb të kërkesës, mbrojtja argumenton se vendimi për kalimin e çështjes në gjyq është marrë mbi një proces të komprometuar juridikisht, i cili sipas tyre është antikushtetues dhe nuk mund të prodhojë pasoja të vlefshme ligjore. Për këtë arsye, Veliaj kërkon nga gjykata kushtetuese jo vetëm shfuqizimin e vendimit të seancës paraprake, por edhe shpalljen të pavlefshme të gjitha veprimeve proceduriale të kryera ndaj tij. Tashmë pritet që gjykata kushtetuese të shqyrtojë kërkesën dhe të vendosë nëse pretendimet e ngritura nga pala mbrojtëse do të pranohen për shqyrtim në themel. Vendimi i gjykatës së apelit për të ulur nga burgimi i përjetshëm në 35 vite burg dënimin ndaj Azgan Mërnicës, autorit të vrasjes së efektivit Novruz Cenalia, ka shkaktuar reagime të forta. Ministri i Brendshëm Besfort Llamadhari e cilësoi këtë si një sinjal shqetësues për rendin dhe sigurinë. Ai theksoi se vrasja e një punonjësi të policisë është sulmi drejt për drejt ndaj shtetit ligjor. Vendimi i gjykatës së apelit për zbutjen e dënimit ndaj Azgan Mërnicës, i shpallur fajtor për vrasjen e efektivit të policisë së shtetit Novruz Cenalia, ka sjellë reagime të menjëhershme në opinionin publik dhe institucionet shtetërore. Apeli vendosi dënimin me 35 vite burg për Mërnicën, duke ndryshuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së Fierit, e cila kishte dhënë burgim të përjetshëm. Ministri i Brendshëm Besfort Llamadhari reagoi ashpër ndaj këtij vendimi, duke shprehur shqetësimin për mesazhin që mund të përcillet në raste të tilla. Në deklaratën e tij, ai theksoi se edhe pse arsyetimi i plot i vendimit ende nuk është bërë publik, ulja e dënimit për autorin e një krimi kaq të rëndë është thellësisht shqetësuese. Sipas ministrit, vrasja e Novruz Cenalis nuk ishte vetëm një tragjedi për familjen e viktimës, por një sulm i hapur ndaj vetë shtetit dhe autoritetit të ligjit. Llamadhari nënvizoi se akte të tilla cënojnë sigurinë publike dhe mund të dekurajojnë efektivët e policisë në kryerjen e detyrës së tyre. Ngjarja ndodhi me 13 maj 2024 në fshatin Baltës të Fierit. Sipas hetimeve,
Azgan Mërnica po lëvizte me automjet me shpejtësi të lartë në rrugën e fshatit duke rrezikuar banorët. Efektivi, Novruz Senalia ndërhyri për ta ndaluar dhe për të tërhequr vëmendjen, por situata degeneroi në konflikt fatal. Në kulmin e përplasjes, Mërnica nxori armën dhe qelloi policin me një plumb në kokë, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit ai u arratis, por u arrestua 48 orë më vonë nga forcat e rendit dhe ju dorëzua drejtësisë. Festimet e Pashkës Ortodokse kanë sjellë shtim të ndjeshëm në hyrje daljet në pikët kufitare të Kapshticës. Mira emigrantë shqiptar po kthehen nga Greqia për të kaluar festën pranë familjarëve të tyre. Autoritetet kufitare thonë se situata po menaxhohet pa probleme dhe pa radhë pritjeje. Ashtu si çdo vit në prag të Pashkës Ortodokse, shumë emigrantë shqiptar kanë zgjedhur të rikthehen natëve për të festuar pranë familjarëve të tyre. Kjo ka sjellë një rritje të ndjeshme të lëvizjes në pikën kufitare të Kapshticës, një nga hyrjedaljet kryesore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në territorin shqiptar rreth 7500 qytetarë nga pala greke, ndërsa mbi 2700 persona kanë udhëtuar në drejtim të Greqisë. Fluksi i shtuar nuk ka krijuar radha apo vonesa të konsiderueshme falë organizimit të shtuar në të dy anët e kufirit. Pala shqiptare po operon me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa edhe autoritetet greke kanë vënë në dispozicion 3 sportele në dalje, duke mundësuar përpunimin më të shpejtë të dokumentacionit për udhëtarët. Statistikat tregojnë se gjatë gjithë javës së fundit, numri i pasagjerëve që ka hyrë në Shqipëri nga Greqia ka arritur në rreth 30.000 persona, shifër që pritet të rritet edhe më shumë në ditët në vijim, ndërsa afrohet dita e festës. Autoritetet kufitare bëjnë me dije se janë marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin e lartë të lëvizjeve, përfshirë shtimin e personelit dhe kapaciteteve teknike, me qëllim garantimin e një kalimi të shpejtë dhe të sigurt për emigrantët që kthehen në vitlindje për festa. Eci me të tjera informacione, Kosova dhe Serbia shkëmbyen akuzat të forta në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York, ku diskutuar raporti unikut për Kosovën. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glav Komnjufska, i kërkoi Serbisë të njohë realitetin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa pala serbe akuzoi Prishtinën për shtypje të komunitetit serb. Debati nxori sërish në pa tensionet e pasgjidhura mes dy vendeve dhe ngërçi në procesin e normalizimit. Seanca e së në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e mbajtur në New York mbi raportin periodik të UNMIK-ut për Kosovën, u shoqërua me tone të ashpra dhe akuzat të ndërsjella mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glau Konjufca, në fjalën e tij para antarëve të Këshillit të Sigurimit, i bëri thirrje Serbisë që të pranojë realitetin politik në rajon dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran. Ai theksoi se Kosova mbetet e gatshme për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore dhe fqinjësore, por sipas tij pengesa kryesore për paqen dhe stabilitetin është qëndrimi i Beogradit. Konjufca deklaroi se Serbia vazhdon të ndërhyjë në proceset demokratike të Kosovës, duke mbështetur drejt për drejt listën serbe dhe duke ushtruar ndikim destabilizues në veriun e vendit. Ai shtoi se nuk mund të ketë normalizim të mirëfillt pa përgjegjësi për sulmet në Banjsk dhe në Ibër-Lepenc, duke kërkuar llogaridhënie të qartë dhe garanci për ndaljen e çdo forme agresioni. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm i Serbisë Marko Đurić akuzoi qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti për, sipas tij, shtypje sistematike të zërit të serbëve në Kosovë. Ai tha se komuniteti serb po përballet me pasiguri në rritje dhe me diskriminim institucional, duke pretenduar se identiteti serb në Kosovë është kthyer në shkak për marginalizim. Đurić ngriti shqetësimin për arrestimet që i cilësoi arbitrare, incidentet ndaj serbëve lokal dhe largimin në rritje të tyre nga Kosova. Ai përmendi gjithashtu hyrjen në fuqi të ligjit për të huajt më 15 mars, duke argumentuar se ky akt ligjor krijon paqartësi juridike dhe shton presionin ndaj komunitetit serb. Në përfundim, shefi i diplomacisë serbe ritheksoi kërkesën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke deklaruar se serbët në Kosovë vazhdojnë të mbeten pa mekanizmin institucional që, sipas tij, u është premtuar në marrëveshjet e mëparshme. Debati në Organizatën e Kombeve të Bashkuara konfirmoi edhe një herë se raportet mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të tensionuara, ndërsa dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian vazhdon të përballet me vështirësi serioze në zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 11 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe rreshje shiu në disa zona kryesisht në juglindje. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët në të gjithë territorin, ndërsa në zonat juglindore priten rreshje shiu. Pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01, ndërsa perëndimi rreth orës 19:23. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 19 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 18 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 20 gradë Celsius, Berat 12 deri në 19 gradë Celsius, Korç 5 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 18 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 11 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:54, ndërsa perëndimi rreth orës 19:19. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri në 14 gradë Celsius, Pej 7 deri në 14 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 6 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 13 gradë Celsius, Ferizaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 12 gradë Celsius, Suharek 8 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 14 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë me Nurta Kofshi në edicionin e ardhshëm.